E thënë ndryshe, për një punonjës me vjetërsi mesatare 15 vjet, sipas gradave, pagat rriten si më poshtë. Për inspektorët e thjesht, nga 80.500 lek të reja në 84.500 lek të reja, plus shtesa për kushtet e punës dhe ushqimit, që e çon pagën mesatarisht në 100.000 lek të reja. Për nënkomisarët, paga do të rritet nga 95.500 në 101.000 lek të reja, e cila me shtesën për kushtet e punës dhe po ashtu për ushqimin shkon në 116.000 lek të reja. Për komisarët nga 105.000 në 110.600 dhe me shtesën për kushtet e punës plus për ushqimin shkon në 125.600 lek të reja. Dhe për drejtuesit e thjesht, nga 130.500 paga do të shkojnë 141.450 lek të reja, që me shtesën dhe me ushqimin bëhet mesatarisht 156.450 lek të reja. Janë të gjitha lajme të mira për të gjitha këto kategori, sepse tani më Shqipëria është në një nivel tjetër. Dhe ky fakt do të bëhet çdo vit dhe më i prekshëm në jetën e përditshme të njerëzve tanë, qoftë në sektorin publik, qoftë në atë privat, të njerëzve që jetojnë me punë. Sepse ata që na dhanë besimin e jashtëzakonshëm, me 83 mandate për Shqipërinë 2030, meritojnë çdo vit e më shumë dhe do të kenë çdo vit e më shumë. Këta jemi ne, ky jam unë, kjo është Partia Socialiste e Shqipërisë.